unë edhe s'ka njëri tjetër. Dhe të gjithë servilet që ka marrë rreth vetës e ai ka marrë gjithë servilet, gjithë Sorosi është brenda. Gjithë Sorosi është brenda Partisë Demokratike. Dhe ka qenë gjithkohon o komunist, o spion sigurimi i shtetit, o Soros. Edhe Berisha këtë e di. Jo, është pjesë e lojës, si e di. Është pjesë e lojës. Dhe të gjithë që kanë munduar, kanë hik, gjithë e u kanë nxjerrë dosjen. Tak, e ka thënë ti e tillë, siç ndodhi me Tomor Dosti. Kur 96 kur u bë grupi i famshëm i 52-shit, që i tha ti e biri kolaboracionistit. Një i djathtë i thot nën kryetarit partisë ti e biri kolaboracionist. Akoma me idenë e kolaboracionistit. Ti je spion i sigurisë, tha i nxori dosjen. Kështu e ka udhëheq Berisha partinë. Në këtë lloj forme. Po skenari Salianit. Beni Mamin e mori e hudhin plera. E mori prapë taj. Maj Tangut 97, 98, 2005, kur erdhi Berisha në pushtet, për intereset e veta i dha gjithë tanket. Se si dilte i tangi i dha gjithë tanket. Kështu ka të bërë me njëri tancekën, kështu ka bërë me gjithë. Dhe gjithë ju ka lëpi. Sa i thret Berisha vim prapë. Josefina Topalli iku, nuk kishte postin, iku, krye parti. Sa e thiri Berisha erdhi me vrap. As partinë e vet nuk e ka mbyll hala. I maj rezerva. Dhe këta janë ata që idealet. Ku janë studentët që bërtasin mu studentët idealet e 10 orit? Ku janë? Nuk kam bërë absolutisht asgjë për 35 vjetë. Unë ja u kam thënë, kundër kuj dolem ka? Kundër babalarve të tyre që i majshin me lek? Gjithë privilegjum kanë qenë. Në një tek tuk, edhe në një tek tuk që ishte thjesht ati të bujtoria, se qa ishin inxinjeri, juridik, gjule tërsi, gjute huja. Po mos kishe biografi në sigurin, kush dërgoti ty në shkollë, që s'mjepshim mu shkollë ta. Po t'ishe shu do të kisha po dhe në shkollë, me 10 ishëm. Si? Këte thom diktaturë, jo se ndrova emrin unë. Që se dite sigurimi shtetit si e kishe emrin ti. Apo mbjemë. Gjithë ndrojnë emrin. Zoti Merkoçi, tani kjo e Stalianit, ju mendoni që është skenar, po bëhet për post, për çfarë po bëhet kjo? Edhe si mbyllet? Staliani, unë për vete më tepër e shoh si një përplasje me Stalianit edhe Bardit. Për numrin 2. Për numrin 2, patjetër gjithmonë për numrin 2. Dhe unë për ne u kam thënë, nëse do ishte një lëvizje, lëvizja ka skem tjetër, ka variant tjetër, ka një kauz, ka një synim se ku do arrish. Nuk mund bësh takime dhe të thuash vetëm zgjohet Partia Demokratike se duhet sikur janë gjumë ata, ti po shko po i zgjo. Po zgjimin e mëngjesit. Nuk është kjo. Duhet të kesh një kauz. Kesh një kauz që të ndërtosh kauz edhe kauza nëpërmjet kauzës dhe alternativës ti jep frymën dhe besimin tek demokratët. Por në momentin që ti fillon vetëm zgjohemi, si Sali Berisha, pastaj del Sali Berisha dhe thot po, edhe të gjithë thon po, dhe pastaj pas gjithë asaj pune që ti bën, ta merr për durush edhe thot hik ti se të diti se e di unë, e kupton tu është katastrofa e kësaj pune. Në fund fiton Saliani apo Bardhi me këtë logjik? Fiton Berisha. Sepse jo, po të zgjedhë atë që do ai. Patjetër, kështu ka ndodhur gjithmonë partinë historikisht, unë të thash, jo pa qëllim të thash që në një parti e cila quhet e djathtë dhe mburret se u zgjon zëvendës presidenti 17 Sali Berisha te CDU. CDI-ja. E Brazilit. Partitë internacionales qendrës djathtë, të qendrës djathta s'ka qendrë. O je qendrë o je djathtë, s'ka. Po, ke internacionalja e qendrës u zgjodhe ti, zëvendës president dhe ti e quan burrje këtë, ka ti e tregon hapët, ai ka deklaruar hapët, ka thënë ne jemi partia e qendrës. I fut edhe i djathtë ka mrapa, i djathtë ku e gjehet i vetëj. Por, në konceptin politik, ka të majtë, tremi majtë, e majta, sepse edhe
TDI-ja është krijuar në 1960 si formacion. Pikërisht u bën siç u krijuan socialistët për një kundër komunizmit, TDI-ja u krijua një rrym kundër socialistëve. Pa këta janë social-demokrat, themi. Janë qendra, ta janë qendra. Po nuk mund të jetë Partia Demokratike qendër. Në njëjtën kohë që ne kemi krijuar Partinë Demokratike djathtë, por shkruan drejt konservatorizmit, drejt pronës. Po si është e mundme nëse ta nuk kanë koncept politik, sepse kanë ngel ke revizionistët tash. Nuk shkojnë më tepër. Se, a keni dëgjuar ju ndonjëherë në fjalimet që mbajnë këta të thonë do ta bëjmë Shqipërinë, do shkojmë drejt kapitalizmit? Jo, nuk e thonë. Çfarë thonë? Ekonominë e tregut të pranojnë edhe socialistët, s'ka asgjë. Edhe dalim vetëm te ekonomia e tregut, jo kapitalizëm. Nuk ja uze goja këtyre ta thonë kapitalizëm. Këta ne na shohin, ne akoma na quajnë kulak, borgjez, reaksionar. Na quajnë të tillë. Nuk i pëlqen këtyre që t'ja u thosh të vërtetën sy. Këta duan lavde, lavdrime, lëpirje, spionulliqe. Kështu funksionon. Dhe Sorosi, partia, se tek e fundit 2005 Sali Berisha erdhi në marrëveshje që bëri me Sorosin, me tërë Sorosin në Kas Montana, boni marrëveshje dhe solli kopi. Kopi është i gjithë këto. Qa, mori partinë, po mori pushtetin atë formë, me marrëveshje. Sot, qa po, gjithë njerëzit e Sorosit i ka mrena. E keni dëgjuar ju, të flasin e njëherë për Sorosin, bëjnë e i deklaratë kalimtare dhe ka gjë. Po një veprim kundër Sorosit kanë bërë. Ata s'kan guxuar që një top letër në Bashkinë Tiranës për t'i heqë Sorosin qytetar nderi. Apo me goningalit në Kokës. Apo për të heqë emrat e shkollave, e të qerdheve. Shkon Durrës me votu, thot do votojmë te qerdhja Sorosit. E djathtë. Ta. Apo të bote një kërkesë edhe në parlament mu ta bote. Sorosin në nga dhe, për kush ta qisi? Ta në gjithë Sorosin bashkë kanë qenë. Duket se e Sorosit në 35 vjetë është bërë mota amon Shqipëri. Qa ka dash Sorosi është bërë. Dhe vazhdojnë të bëjt qatë do Sorosit. Pra ne ka arrit Partia Demokratike në deregjeme me 100 vetë atje në bulevard. Dhe nuk i besojnë më demokratë. Dhe pas kësaj që ndodhi, pas kësaj që doli publikisht tashmë, nuk e mohon do të më njeri. Kush do të mohoj? Quni Palli Fariu do të mohoj që ka firmos aty? Kush? Jorita Tabaku? Kush? Oher Bylluk Bashi? Kush? Më thoni emër. Aty që do të mohoj. Iglicara. Firmos studenti dhjetori. Turpi botë. Idealit e dhjetori firmos për Shabanin e Sorosit. Iglicara. Pra ta Ina Zhupa, del Ina Zhupa gjitha ne. E firmos për Shabanin. Qatë, ta janë të djathtë. Po, e pus dorë dhe nuk e votoj. Jo se Berisha me më thonë, zoti me më thonë nuk e votoj. E nuk firmos për Ina Shabanin. Megjithatë, zoti Merkoçi, ky duket se është vetëm fillimi i marrëveshjeve, se po vjen ajo territoriale dhe reforma zgjedhore, edhe do shohim pakte të tjera. Jo, bon